Falëndërimet I takojnë Allahut të lartë madhruar. Atë e falëndërojmë, atë e madhrojmë, prej Ti falje, udhëzim dhe ndihmë kërkojmë. Mëshira Zotit qoftë mbi të dashurin e zemrave tona, vullën e të gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mëshira Zotit qoftë mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi të gjithë ata cilët pasojnë dhe e ndjekin rrugën e Tij deri në ditën që dalim para madhrisë se Allahu xhelle wa ala. Të nderuar vëllezër, Allahu xhelle wa ala për të na treguar sa është e rëndësishme koha, është betuar në një sure të shkurt, ku thot wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pasha kohën. Dhe vetëm Allahut I takon me u betu në krijimtarin e vet. Dhe ne betohemi vetëm në Allahun dhe në asgjë tjetër. Pra betohet Allahu azza wa jall pasha kohën, vërtet njerëzit janë në humbje. Përveç illa alladhina amanu, përveç ata që I kanë besu Allahut azza wa jall me iman dhe kanë dhe punojnë punë të mira, punojnë vepra të mira dhe këshillojnë njëri tjetrin të mira dhe I mbështeten Allahu xhelle wa ala për çdo çështje dhe bëjnë durim. Të dashur besimtar, të dashur agjërues, sa shpejt kalon koha jeta e kësaj dunjaje. Ditë kalon shpejt, ne jemi një muj, jo si kurse muaj të tjerë, dhe kemi filluar disa ditë që nuk janë si kurse ditë e para të muajit të Ramazanit. Janë net e fundit, gara e fundit e këtij muaji që është prej muajve më të dashur për gjithë besimtarët anë dhe mbarë botës. 10 net e fundit të Ramazanit që I kemi filluar, e që besimtari duhet jetë shumë I kujdesshëm në këto net se si po I shfrytëzon dhe po I kalon. Sepse sipas mendimit gjithashtu disa dietarëve, komentatorëve të Kur'anit, pra një mendim është se këto 10 net janë edhe net për cilën gjithashtu është betuar I madhi Zot wal fajri wa layalin ashar, pasha paraditën, pasha mëngjesin dhe pasha 10 netet. Kur vinte 10 I fundit I Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndryshonte raportin e vet me Allahun azza wa jall. E shtonte ibadetin edhe më shumë. Siç kanë hadithe të shumta, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi khairi. Pra është përpjek në 10 net e fundit, ashtu që nuk është përpjek më herët sikur në këto 10 net. Gjithashtu ka në hadithin tjetër, idha dakhala al-'ashr min Ramadan ahya al-layla wa ayqadha ahlahu. Kur hinte 10 I fundit I Ramazanit, I ngjallte net më shumë me ibadet. Bonte ibadet më shumë dhe zgjonte familjen e vet, ngrituni, bani namaz, adhurone Zotin më shumë, shtoni istighfarin më shumë, kujtojeni, madhrojeni Zotin më shumë. Në 10 net e fundit. Sepse në këto 10 net, gjindet nata më e mirë e vitit
nata që është e njohur për të gjithë besimtarët dhe bën gara krejt besimtarët anë dhe mban botës për me aqellu kësaj nate është nata e Kadrit, për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë iltemisu lejletil qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Kërkojeni natën e Kadrit në 10 e fundit të Ramazanit. Ka mendime që ajo është nata e 27, siç transmetohet nga Abdullah ibn Mas'udi, radiallahu anhu, e këtë mendim e kanë pasur edhe Ebu Hanifja, Zoti i pasmëshiruar, dhe nxënësit e tij dhe disa të tjerë, por ka edhe transmetime të tjera, cilët kjo natë mund të lëviz, mund të jetë e 21-ta, 23-ta, 25-ta, 27-ta, pra tek netët tek. Andaj dhe duke u bazun hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kërkojeni atë në 10 e fundit të Ramazanit. Vllai dashtun, koha kalon shpejt. Që erdhi finalja, erdhi fundi që ti me e përmbyll këtë muaj madhështor. Andaj jemi të kujdesshëm në mbylljen e këtij muajit, sepse punët edhe veprat shiqohen simbas fundit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal awamil bil khawatim. Pra veprat shikohen simbas fundit. Andaj të mundohemi që tash në fund, këtë ditë pak që na kanë bet, ti mbyllim sa më mirë. Mos prita dhe mos duke të randë, me unë ngrit natën, a me ba namaz, a me u mundu që ti mi adhan besën Zotit se du mi ndryshu, o Zoti jem, raportet me ty, du me u ba maj mirë, du me u ba maj devotshëm. Jo si kurse vitin e kalum. Kjo është edhe qëllimi i Ramazanit, qëllimi i këtij muaji madhështor, se ne do të ndryshojmë të ardhmen, ne do të hapim një faqe të re, më të mirë. Do të jetojmë ashtu si je ti i kënaqur o Zot. Ti lutmi Zotit që Allahu më na fal gjitha gjunahet, gabimet që kemi bërë më herët. Dhe dije vëlla i dashur, se gjunahet tuja dhe të mia mund të jenë sebeb ndoshta që e mas me të pranu duaja, ban lutje e lutja jote mas me u bë kabul. Mas me u bë kabul, sikurse ka ardhur në atë hadithin e njohur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend një njeri i cili ka udhëtu gjatë dhe me pas ka mbet në rrugë dhe i kanë ngrit durt, s'ka pas kujt me ju drejtu, dhe është drejtu Zotit madh. Dhe ka thënë, o Zot, ty po të lutem, ty të mbështetem. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot për te, nuk i përgjigjet, nuk i është përgjigj Allahu azza wa jall, sepse malbasuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, sepse ushqimin, pijen e vet, veshjen e vet, nuk i ka me halalek, por i ka me haram. Andaj, e kemi mundësin, o ju vlezër, që tash në këto ditë, në këto pak net që na kanë mbet këti muaj madhështor, për me ndryshu. Se di se është nata që është më me vlerë se sa 1000 muaj. Dhe di se është natë ko fiha yufraku kulle amrin hakim. Caktohat çdo çështje në mënyrë të prerë, riskojat, furnizimi për ty, jetasa, për çdo çështje për ty caktohet vllai dashur. Po, ka në hadithet e pejgamberit se para se me kriju Allahu tokën, qiellin, pra e ka urnu lapsin me shënu çdo gjë 50.000 vite para se për çdo send jetën e për çdo gjë, për çdo çështje në mënyrë prim. Por në natën e Kadrit ata caktohen në librin për 1 vit për ty. Dhe ndoshta është caktuar ndonjë gjë jo mirë për ty. Ajo që mund të ndëroj kaderin dhe caktimin e Allahut azza wa jall është duaja, është lutja. Andaj ti vlla i dashtun,
mos duket rënd dhe mos priton këtë net, që ti ngritësh duart sa më shumë dhe ti lutesh Allahut sa më shumë, që ti me ndryshu dhe çdo nevojë që ti ke, t'ja drejtosh Rabbul Aleminit, t'ja drejtosh Allahut Azza wa Jall. Po vllazën të dashur. Andaj në këto net, në këto pak net që na kanë bet, lusim Zotin e Madh që Allahu me na mundësu me i shfrytëzu sa më mirë. Lusim Allahun e lartë madhruar, Allahu me na i fal gjunahet tona, me na mshiru me mshirën e tina, me na nxjerr faqebardh nga kjo dunja e përkohshme. Lusim Allahun Gjelle wa Ala që sa të kemë ymer, Allahu me na mundësu gjithmonë me punu atë që është më e mira. Allahu na falt, Allahu na i pranoft gjitha ibadetet dhe lutjet. Mos harroni gjithashtu se në këto net duajo ma mirë që është për me e thanë, thuajni këtë shumë herë, Allahumma inneka afuun, kerimun, tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, ti e falës, o Allah, ti e dën faljen, o Allah, falna dhe mëshirone. Mësojeni dhe thojni sa më shumë këtë lutje, sepse është lutje që na ka mësu ai dashtën i Zotit sallallahu alaihi wasallam, dhe lutja fundit e jona është Elhamdulillahi Rabbil Alamin.